Miq Radio Ngjallje, jemi sot me zotin Viktor Martinin. Në fakt sot do të zhvillojmë një intervistë të veçantë, do të flasim pikërisht rreth njohjes së tij me kryepeshkopin ton im zot Ioanin. Atëherë zoti Viktor, unë falenderoj shumë, ne po zhvillojmë këtë bisedë ju aty në Shtetet e Bashkuara dhe unë këtu në studiot e Radios Ngjallje. Ju falenderoj shumë që jeni me ne sot. Ju uroj gjithë mirat dhe ju faleminderit për këtë intervistë. Jashtë kënaqësia jeme. Unë në fakt kam lexuar disa pjesë të librit tuaj dhe kam parë aty që ju keni përmendur, keni folur edhe për kryepeshkopin Ioan. Pra tregoni që në këtë libër që keni dhe njohje me kryepeshkopin, njohje të hershme. Atëherë mund të na thoni, mund ta ndani me dëgjuesit, me miqtë e Radios Ngjallja pikërisht njohjen tuaj me kryepeshkopin Ioan. Me kënaqësi. E njofta kur hirësia e tij ishte kujdestar në pavionin e psihiatrisë. Më tërhoqi vëmendjen në qëndrimin e tij, kur të gjithë administrata që shërbente brenda pavionit u përlyshin, dikun të marrë ngaret e çmutëve, dikun ushqimet, dikun paret, të gjithë hashin në mend. Hirësia e atë pelushi ishte kujdestar i këtyre njerëzve të psihiatrisë. E pata rastin ta njoh në borë, ku na delshim pushim. Rrisha pranë tij në borë. Një ditë më pyeti, cila është gjaja ma çmueshme në jetë, Viktor? I numërova të gjitha me radhë. Në fund ai më tha jo asnjëna. Atëherë thash ma thoni ju. Ai tha, gjaja ma shtrenjtë në këtë botë është gjumi i njerit të pastër. Kjo fjalë më tingëlloi në tru, hini mren dhe në shpirtin tim. Sepse e vërtet, gjumi i njerit të pastër është gjaja ma shtrenjtë në botë. Mas shumë vitesh, e takova hirësinë e tij në Boston. Studionte për teologjinë për të dalë prisht. Kena pas ca takime. Një ndër takimet që ruajnë kujtes është dreka që shkume në restorant me Dom Simon Jobanin, hirësinë e tij pelushin edhe me njerin dritë pas atë Leonilin. Unë isha jashtë bisedës tyne, brenda bisedës tyne, po nuk e nisha bisedat teologjisë me cilën flikshin ata në artin e besimit fetar. Diskutimi kej për zemër mes Dom Simonit dhe atë pelushit. Në fund, me thot, kur ndame, thot Dom Simoni, shumë i përgatitun, thot, Viktor. Pra, edhe të njeri kulturun nga ana fetare si Dom Simoni, e kuptoj rëndësinë e tij dhe botën e tij shpirtërore dhe intelektuale. Madhështia këtij njeriu që duhet ta njohin shqiptarët. Jo si ortodoks bjen fjala, por si njeri madhështor që ka në shpirtin e tij të rajos moralin të shqiptarët, i cili na ka hup për 47 vjet. Pata një takim me hirësinë e tij këtë verë që kesh, bisedume dhe bëme i dokumentar të vogël, hirësia e tij dhe i çmenduri që isha unë.
Ashtë pak të flasë për kaq minuta. Por nuk ka shumë të rri edhe me orë tana për të paraqit njerun që shqiptarët kanë nevoj. Ai nuk është vetëm një klerik, po është edhe një advetar. Që mjau paq e vllaznim midis shqiptarëve. Vizita ti ka shumë domethënie te papa. Vizita ti me papën difton një greshetim besimesh e vllaznimit që kena nevojë për këtë njeri kaq të madh. Çdo punë ka një shpërblim. Edhe puna jeme që po baj sot, kërkon një shpërblim. Dhe shpërblimin e për kësaj interviste është që i drejtohem atë Pelushit. Hirësia ju lutem, në jep një mundësin që në verë, në maj kur të vi, të villë dhe të qoni një mesh në kishën ortodokse në Shkodër. Kjo është një kërkesë. E atë Pelushi ka me madhan. Se e du, e të shumaj. E duhet të vlerësojnë edhe shqiptarë, se ju betohem, asë dhe një gerb nuk është tepër me folë për madhështinë e tij. Shqiptarët kanë nevojë për të. Ashtë jashtë politiket. Politika në ngatron. Besimin Zotin në bashkon. Kena besimtar të mirë. Të largojme mëkatet tuja ashtu si në predikon atë Pelushi dhe fetar tjerë. Nuk di që të thëmë ma. Kam shumë gjana mangot për me thonë, për kohës lejër ma shumë. Ju uroj gjithë besimtarëve shqiptarë, kënë paq e vllaznim. E me paq e vllaznim, shemullin duhet të merrni të atë Pelushi. Me respekt të gjithë. Kam diftu se ku e njofta atë Pelushin, dhe në tjera kam thonë, ky ka për tenon krypeshkopi Shqipnisë. Pra 99, është në librin tim, uroj që hirësia ti, Anastasis, atje në parajs ku ashtë, ti lutet Zotit për jetë gjatësin e atë Pelushit. Se jetë gjatësin e ti kanë nevojë shqiptarët për një njeri që mjell vetën moral. Kjo është urimi jemi i funit. Viktor, ju falenderojmë shumë. Ju falenderoj ju.